kur me të vërtet njerëzit të dalin dhe të diskutojnë lirshëm. Dhe nëse do bëhet gjë tillë, do shkoj dhe unë të diskutoj me ta bashkë, sepse kam sakrifikuar, për atë parti kam marrë me 10 herë nga Athina deri në Tiranë. Po kur shikoj që aty ka bajraktarizëm, ka unë dhe s'ka njëri tjetër dhe nuk hapin dyert, nuk hapin zyrat, atëherë përset vete. Avokat, si përfundim, ju po thoni që $6 milion që u paguan në Amerikë nuk e dhanë efektin. Po pse nuk thon ku i gjetën $6 milion? Kjo është transparenca, kjo është ndershmëria. Dhe kjo është dhe pandershmëria e Sali Berishës. Kjo është pandershmëria e Sali Berishës, që nuk tregon ku i ka marrë parat, nuk tregon se ku janë pasuruar, nuk tregojnë as ai as Noka as ai asnjë nga ata që janë në kupolin e Partisë Demokratike, nuk tregojnë ku i kanë marrë parat. Të na thotë të dalë Sali Berisha, po është burri i ndershëm siç pretendon. Që për mua nuk është i ndershëm. Të dalë të thotë ku i gjeti parat. Avokat, ju lutem, edhe diçka kam te pjesa e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Si do të jetë raporti me Ramën këtë 4 vjeçar? Sepse nuk do jetë zero, sepse Rama nuk do jetë në kryeministër. Zgjedhjet nuk do njihen. Po dhe ëndri Trumpit vjen nesër në Tiranë. Rrugë mbari qoftë. Nëse ëndri Trumpit përfaqëson Amerikën dhe shtetin amerikan, në djallë të vej, Shqipëria, shqiptarët, Rama dhe kushdo tjetër. Ëndri Trumpit është ëndri Trumpit, s'ka lidhje fare me politikën. Gjithsesi, brenda familjes, edhe në darkë ose një javë kur mblidhen për diskutuar, bie fjala edhe për Shqipërinë, për bizneset, për Sazanin. Tani unë nuk marr në shqyrtim bisedën që bëjnë ata me gratë në krevat në tark kur flën zotëri. Flasën për biseda serioze ndërshtetërore. Dhe dhëndri Trumpit është dhëndri Trumpit. Dhëndurët e kanë vendin vetëm për të mbartur ujë dhe dru. Kjo është tradita jonë, po jo atyre. Gjithmonë ashtu e ka. Harrojeni këtë, që kjo idiotizëm që e thonë këta do vitë dhëndri Trumpit e do i heqë në ngratë Sali Berishës. Por e sotri, ka mbaruar Sali Berisha për Amerikën dhe për PD-n. Ka mbaruar. Kush nuk kupton këtë, s'ka kuptuar gjëna politika. Avokat, po me Rama që do bëj 4 vite në Shqipëri, si do t'i jap shpresë këtij populli? Nuk do ketë në dorë të Ramës shpresa e këtij popullit. Shpresa e këtij popullit është tek Partia Shpresa Demokrate Shqiptare. Keni komunikuar me zotin Pilinçi se ai tha që do ketë qeveri teknike, s'do bën zgjedhjet. Po pse nuk u bë qeveria teknike shtunë në kaluar, nuk u prezantua? Ai pa. Po zgjedhjet u bën. Por zgjedhjet që i kanë dorë do të bëj ky se ky është akoma në pushtet. Por nuk do njihen zgjedhjet. U la ajo që shikoj unë. Si vëzhgues. Amerika e la Edi Ramën që organizoi zgjedhjet, të vënë në zgjedhje, të shikojnë lakurëqësinë e pretendimeve të Sali Berishës, të shikojnë poshtërsinë e vjedhjes së parave ku gjetën